Selam aleikum, miq të dashur, mirë se vini në kanalin tim, Qimi i Shpirtit. Unë jam Arlinda dhe sot, sipas një kërkese shumë të çmuar, do të bëjmë një meditim të udhëzuar për i bashkimin me të dashurit tanë që nuk janë më në mes nesh. Ky është një moment për lutje, reflektim dhe shpresë për i takimin me ta në ahiret. Shumica prej nesh ndjen mall të madh për ata që kemi humbur dhe zemra jonë shpesh rëndohet nga dhimbja e mungesës së tyre. Nuk ka fjalë që e zbusin plotësisht këtë ndjenjë, por ajo që mund të bëjmë është të gjejmë ngushëllim në besim, në kujtimet e bukura dhe në lutjet tona për ta. Në këtë meditim, jo vetëm që do të ndalemi për të reflektuar dhe për të gjetur qetësi shpirtërore, por gjithashtu do t'i kujtojmë ata me dashuri dhe respekt. Do të përmesim emrat e tyre në zemrat tona, do të lutemi për faljen dhe mëshirën e Allahut për ta dhe do të kërkojmë që ai t'i vendos në vendin më të lartë të xhenetit dhe të ritakohemi me ata. Ky është një moment i shenjtë, një lidhje mes kësaj bote dhe ahiretit, një mënyrë për t'i mbajtur të dashurit tanë gjithmonë pranë nëpërmjet kujtimeve, lutjeve dhe veprave të mira që mund të bëjmë në emër të tyre. Merrni frymë thellë, qetësoni zemrën dhe mendjen tuaj dhe le të nisim këtë udhëtim shpirtëror së bashku. Eudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Gjej një vend të qetë, ulu ose shtriu, diku ku je vetëm e rehat. Mbylli sytë dhe merr frymë thellë. Lejo veten të çlirohesh nga çdo shqetësim dhe përqendrohu në fjalët që do të dëgjosh. Merr frymë thellë, mbaje për 4 sekonda dhe nxirre jashtë. Merr edhe një herë një frymë të thellë ngadalë, mbaje për 4 sekonda dhe nxirre jashtë. Ndjeje trupin tënd të bëhet më i lehtë, sikur çdo shqetësim po shkrihet me çdo frymarrje. Tani imagjino veten duke qëndruar në një kopsht të bukur. Ajri është i freskët dhe plot paqe. Lulet rreth teje mbushin hapësirën me aroma të ëmbla. Dëgjoj një lumë të qetë që rrjedh pranë. Në këtë vend paqje, gjen një dritë të butë që të rrethon. Një ndjenjë e ngrohtë mbush zemrën tënde. Një zë i ëmbël dhe i njohur të thërret me dashuri. Tani imagjino të dashurin tënd ose të dashurit e tu, ata që kanë kaluar në botën tjetër. Ata janë këtu, duke të buzëqeshur. Fytyrat e tyre shkëlqejnë me dritë dhe paqe. Ata të përqafojnë me dashuri, me ngrohtësi dhe ti ndjen se asnjëherë nuk keni qenë të ndahur. Lot gëzimi rrjedhin nga sytë e tu. Shpirtrat tuaj komunikojnë pa fjalë. E gjithë dashuria që keni nxjerrë për njëri tjetrin është ende këtu, më e pastër, më e ndritshme se kur. Imagjino sikur ata të thonë, mos u mërzit për ne jemi mirë dhe të presim. Aty ku nuk ka dhimbje, ku nuk ka ndarje, vetëm dashuri dhe lumturi të përjetshme. Ndjenja e qetësisë dhe sigurisë mbush shpirtin tënd. Ti e di që ky ribashkim është i sigurt, sepse Allahu e ka premtuar
Dhe ky premtim është më i vërtet se çdo gjë tjetër në këtë botë. Merr një frymë të thellë dhe lëre të rrjedhë ngadalë, duke ndjerë se me çdo frymarrje zemra jote po qetësohet dhe shpirti tënd po jepet një ndjenjë paqe, ndërsa qëndron këtu në këtë moment qetësie. Kujtimet e së kaluarës vinë si valë të buta, duke të sjellë zërin e tyre, përshqeshjen e tyre, fjalët e tyre të ngrohta. Mund ta ndjesh praninë e tyre, jo fizikisht, por në një mënyrë më të thellë, më të shenjtë, shpirtërisht. Tani ngadalë vendohet dorën në zemër dhe thuaj: O Allah, ti që je më i mëshirshmi, ti që e njeh çdo ndjenjë të zemrës sime, unë e di që kjo jetë është e përkohshme dhe se tek ti është kthimi ynë i vërtet. Por o Zoti im, zemra ime mban mall për ata që kam humbur, për ata që më kanë dashur dhe që i kam dashur me gjithë shpirt. Më jep forcë në këtë ndarje të përkohshme dhe më mbush me shpresën e ribashkimit tonë në xhenetin tënd më të lartë. Ndërsa i lutesh Allahut me këto fjalë ose në vete, lejo që lotët të rrjedhin lirsh. Çdo lot është një dëshmi dashurie, një dëshmi se lidhja mes shpirtrave nuk këputet kurrë. Imagjino tani një vend plot dritë dhe paqe, një vend ku nuk ka më lot, nuk ka më dhimbje, nuk ka më mungesë. Një vend ku shpirtrat ribashkohen në lumturi të përjetshme. Imagjino të dashurit e tu aty, të qeshur dhe të lumtur, duke të pritur me krah hapur. Ata të shikojnë me një dashuri të pastër, pa asnjë shqetësim, sepse e dinë që premtimi i Allahut është i vërtetë dhe se një ditë do të jeni sërish bashkë. Me zë të butë dhe një zemër të mbushur me lutje thuaj: O Allah, mëshiroj ata që kanë ndruar jetë. Ushi varret e tyre me dritë, bëj ato kopshte nga kopshtet e xhenetit. Fali të metat e tyre, pastroj nga mëkatet dhe jepu atyre prehjen më të bukur në praninë tënde. O Zoti im, nëse ata kanë lënë ndonjë borxh, lehtësoje për ata. Nëse kanë lënë ndonjë amanet, ndihmo mua dhe të tjerët që ta përmbushim ata. Dhe mbi të gjitha, bëj ata ndër banorët e firtuesit më të lartë. Ndje qetësinë që mbush zemrën tënde, kjo dhimbje që nuk është pa kuptim, ky mall që ndjen nuk është bosh. Kjo është një lidhje e shenjtë, një kujtim i dashurisë së pastër që kur nuk shuhet. Dhe më e rëndësishmja, kjo është një urë që të lidh me Allahun dhe me të dashurit e tu, sepse çdo lutje që bëm për ta është një dritë që arrin tek ata. Merr një frymë të thellë dhe mendo tani për mëshirën e Allahut, që është Er-Rahman, Er-Rahim, i gjithë mëshirshmi
mëshirëbërësi. Ai nuk u ndan kur ata që krijoi me dashuri. Ai mbledh shpirtrat e pastër në hijen e mëshirës së tij dhe i bashkon ata që janë ndarë në këtë jetë. Imagjino si kur ata që ke humbur janë aty pranë teje, por në një vend më të bukur, më të paqët. Ata të shikojnë dhe duan që ti të vazhdosh të ecësh përpara, duke jetuar me dinjitet, duke bërë mirësi në emër të tyre, duke i kujtuar me lutje e sadaka. Ata nuk duan që zemra jote të mbushet me hidhërim e dhimbje, por me shpresë e dashuri. Thuaj përsëri me bindje: O Allah, nëse më do, më mbaj të fortë. Nëse më do, më ndriço rrugën drejt teje. Nëse më do, më dhuro durim dhe më bëj për atyre që në ditën e gjykimit do të ribashkohen me të dashurit e tyre në firtuesin e lartë. Unë besoj në premtimin tënd dhe mbështetem vetëm tek ti. Tani merr një frym të thellë dhe lëshoje ngadalë. Lëre këtë paqe të mbush zemrën tënde. Dije se çdo vepër e mirë që bën në emër të tyre është një dritë që arrin tek ato. Çdo namaz që fal është një bekim për ta. Çdo sadaka që jep është një urë që të lidh me ta. Allahu e ka bërë këtë jetë një sprovë dhe një mundësi për të fituar xhenetin. Dhe në atë xhenet ai ka premtuar se do të ribashkojë zemrat që janë ndarë me një lumturi që nuk ka mbarim. Thuaj, ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Allah na bëj për atyre që në ditën e gjykimit do të takohen me të dashurit e tyre dhe do të dëgjojnë thirrjen: Selam aleikum bima sabertum. Paqja qoftë mbi ju për durimin tuaj. Amin. Kur të jesh gati, hapi syt dhe vazhdo me besim dhe durim. Mbaj këtë ndjen paqe me vete çdo herë që ndjen mall. Ngriti duart dhe lutu. Çdo herë që të rrjedhin lotët, kujto premtimin e Allahut dhe fshi me shpresë. Në fund të kësaj rruge është një ribashkim që nuk do të ketë më ndarje. Tash merr frym thellë e ngadalë edhe një herë dhe kthehu ngadalë në të tashmen. Tani e di se ata nuk janë larg, ata janë gjithmonë me ty, në kujtimet, në lutjet, në shpirtin tënd, në zemrën tënde. E përfundojmë këtë meditim me një lutje. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, o mëshiruesi i madh, ne të falenderojmë për qetësinë që na dhe në këtë moment, për kujtimet e bukura që mbajmë në zemrat tona, për dashurinë që nuk shuhet, edhe pse të dashurit tanë nuk janë më me ne. O Zot, ne e dim se kjo jetë është e përkohshme, se çdo shpirt do të kthehet tek ti. Prandaj të lutemi me gjithë shpirt, o i gjithë mëshirshmi, mëshirëbërësi. Mbëj varret e tyre kopshten nga kopshtet e xhenetit. Ndriçoj ata me dritën tënde. Laj mëkatet e tyre me mëshirën tënde dhe bashkoj ata me të mirët, me pejgamberët dhe me të devotshmit në xhenetin firtues. O Allah, ashtu si na bashkove në këtë botë me dashuri, na bashko sërish në botën e amshuar, në ahiret, aty ku nuk ka ndarje, nuk ka dhimbje, vetëm lumturi të përjetshme, në vendin më të bukur pranë mëshirës tënde.
Amin ya Rabbi. Ali.